Nisma e kryeministrit Berisha për flijimin e 1000 deshve dhe qingjave për 100 vjetorin e pavarësisë bën jehon edhe në mediat botërore. Në një shkrim prestigjozja britanike The Guardian thekson se nisma për therrjen e gjedhve ka ngjallur zemërim tek opozita socialiste, e cila e quante këtë veprim një turpërim grotesk për pavarësinë. Të rinjt socialistë tërhoqën vëmendjen se kishte të tjera mënyra më të denja për të festuar një shekull pavarësi dhe se Shqipëria ka plot emra që e kanë ngritur emrin e saj në botë. The Guardian nuk mundi të kontaktonte me kryeministrinë apo institucionet përkatëse për të patur një koment zyrtar për këtë nismë. Edhe Corriere della Sera në faqen e internetit përmend protestat e Forumit Rinor Eurosocialist përpara kryeministrisë, që e cilsoi nismën e kryeministrit një praktik tribale, që nuk ka lidhje me traditat laike të Shqipërisë dhe as me Europën. Në të theksohet se shqiptarët meritojnë të festojnë pavarësi në mënyrë perëndimore. Megjithatë, kryeministri Berisha ose doktor Kasapi, shkruan Corriere, nuk hoqi dorë nga kjo nismë. Në artikullin për Shqipërinë, Corriere thekson se në një kohë kur Europa ka kthyer syt nga Shqipëria, pasi në qershor do të mbahen zgjedhjet parlamentare, partitë shqiptare nuk i kanë dalur zënkat edhe në 100 vjetorin e pavarësisë, me festime të ndara në Tiranë dhe Vlorë.